Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15. Presidentja Vjosa Osmani gjatë qëndrimit të saj në Tokyo është pritur në takim nga perandori i Japonisë. Sipas një njoftimi të zyrës së presidencës, gjatë takimit, Osmani ka shprehur mirënjohjen e thellë të popullit të Kosovës për mbështetjen e Japonisë për gjatë viteve. Gjatë takimit, presidentja Osmani theksoi se miqësia e thellë dhe marrëdhëniet e veçanta ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Japonisë janë ndërtuar mbi vlerat e përbashkëta, respektin dhe besimin e ndërsjellë. Presidentja Osmani e falenderoi perandorin për mikpritjen dhe i uroi popullit japonez mirëqenie, shëndet dhe përparim të mëtejmë, thuhet në njoftim. Gjërsa shefja e shtetit gjendet jashtë Kosovës, vendi po përballet me një ngërç politik. Edhe një herë tjetër ka dështuar që të konstituohet kuvendi i Kosovës, gjërsa deputetët e zgjedhur televizis vetëvendosje e kanë komentuar planin 15 pikësh të LDK-s. Hera 31 solli numrin më të vogël të votave që nga 15 prilli. Në vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, sërish munguan propozimet e opozitës së deridjeshme për komisionin për votim të fshehtë. Andaj i njëjti dështoi edhe të premten me vetëm 47 vota pro dhe deputetët do tentojnë sërish themelimin e institucionit legjislativ të dielën. Nuk ka quorum për mbajtjen e seancës, shihemi ndërprik të seanca dhe shihemi 15 qershor në ora 11. E përdaljen nga kjo krizë institucionale, Lidhja Demokratike e Kosovës po pret përgjigje ndaj propozimit të tyre konkret. Ne vërtet presim një qasje racionale që mos të bëhet vetëm për çështje të një përfitimi të vogël politik të një partie ose një tjetër politike, por të shikohet interesi qytetar dhe këto 15 pika vërtet mendoj se do të kenë impakt. Por sikurse herën e parë kur kjo ide u përmend, qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje nuk ka ndryshuar as tash. Në këtë subjekt politik nuk e mbështesin këtë ide. E para, si mund të pres zotëri Abdigjiku që ne si lëvizje vetëvendosje mund të pajtohemi për një gjë kaq të madhe, për 15 gjëra kaq të mëdha, ndërkohë që nuk po kemi pajtueshmëri edhe për sanin më të vogël që është votimi i një komisioni për votim të fshehtë. Për këtë variant qeverisës as PDK nuk po duket shumë e interesuar. Kryetari i kësaj partie preferon qeveri të ish opozitës dhe ka vetëm një lutje për homologun në LDK. Vetëm 19 vota të LDK-s, unë i bëj të tjera të bëhem me 61. Matematikën e dini edhe ju, edhe unë, edhe secili, tu po deputet Kosovës pa listën sot ka qenë partitë e ish opozitës e bojnë 61. Mirë po Lima i Nismes thot se votat e tij për KD i jep vetëm marrëveshje politike. Jo, si ka askush përveç marrëveshje politike. Me marrëveshje politike. Kundër marrëveshje deri tash. Po marrëveshje në ato që kemi fol tashmë, besoj kemi qartë, kemi një orë edhe në për intervista. Marrëveshje përmes marrëveshjes politike ndërtohen edhe numrat edhe shumica parlamentare. Pa marrëveshje politike, natyrisht nuk mund të ketë ndonjë zgjidhje. E Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se vlerëson përpjekjet për zhbllokim, por pret reflektim të partisë së parë. Edhe mi dhoni drejtim sa më shpejt kësaj situate. 2 mjete të pashpërthyera janë gjetur në rajonin e Dugagjinit, një në komunën e Gjakovës dhe një në Rahovec. Sipas raportit ditor të policisë, thuhet se në vend ngjarje ka ndalë një siti relevant policor. Dëshmitari mashkull kosovar ka lajmëruar se gjatë punimeve në fush ka hasur në një mjet të dyshuar të pashpërthyer. Patrulla policore ka siguruar vendin e ngjarjes, gjërsa një siti për deminim ka tërhequr mjetin e dyshuar nga vendi i ngjarjes, thuhet në raport. Dogana e Kosovës ka gjetur dhe konfiskuar një sasi të alkoolit të padeklaruar në pikën kufitare në Mërdar. Përmes një njoftimi nga dogana thuhet se alkooli i padeklaruar u gjet gjatë kontrollit të një autobusit të një kompanie kosovare. Mallrat janë zbuluar në kundërshtim me rregullat për deklarim dhe janë konfiskuar konfort kodit doganor dhe të akcizës së Kosovës, thuhet në njoftim.
Flasim tani për procesin gjyqësor në rastin e sulmit terrorist në Banjsk. Edhe sot ka vazhduar gjykimi në të cilin dëshmuan dy policë të tjerë. Këta deklaruan se si ndodhi gjithçka, duke përshkruar edhe përjetimet kur kuptuan se si vdiq heroi Afrem Bunjaku. Në ditën kritike ishte bashkë me arrestirjen Afrem Bunjaku. 628 ditë më pas, këtë premte në gjykatën themelore në Prishtinë erdhi për të dëshmuar zyrtari policor Fari Shala. Tani ai që e mbon pozitën e heroit të Kosovës në stacionin e Zveçanit, tregoi lëndimet që ka pësuar natën e 24 shtatorit të 2023-s. Derisa kemi qenë shkërbim zjarri me këtë grupin terrorist, në momentin që kena arrit me largu rreshterën, është shfrytzuar situata dhe janë afruar kanë gjuar granatën e dorës, e cila për fat nuk e kalu kamion, por është aktivizuar mi kamion ku isha unë atë, dhe krizë me detonimi i saj ma ka dëmtu timponin e veshit tonë së djathtë. Ku edhe për këtë, domethënë kemi ende tretman mjekësor. Shala ka përshkruar veprimin e njësisë së tyre që shkuan si përforcime për njësinë e 1-9 që aktualisht ndodhej te kamionet që ishin vendosur si barrikadë. Gjatë bisedës me policët special, ky thotë se ka ndodhur shpërthimi. Mas e kemi ndëgjuar një shpërthim mbrapa kamionov, detonim shumë i madh. Dhe pa u ndërprej zhurma e detonimit kanë fillu shtëna nga vendet e ndryshme të fshatit Bojsk. Dhe nga ato unë kanë fillu t'i kundërvyem me armën time zyrtare, duke u tërhequr nga dalë mbrapa kamionov të përdorur si mburu. Kur ishte pozicionuar te kamioni i dytë, Fari Shala thotë se kishte parë kolegun e tij Afrem Bunjakun të shtrirë në tokë. Ato e kom vrejt dikun rreth 1,5 metra ka qenë një kolegi i shtrirë. Pasi që ishte i krusur, nuk kom mujt me identifiku kur e kom pa fillim. E kom thirr policë koleg, por nuk është përgjigj, s'ka lëviz. Atëherë jam afru shumë shpejt, e ka pas dorën e majt, kështu ka qenë një krysur, e kom kap dorën atëherë e kom vrejt që është rreshteri. E kom vendos dorën e djathtë në qafë për një herë, me shqu se ako puls, por për shkak çutje krizma nuk ka mujt me kuptu. Në atë moment, ish ushtari UÇK-s se ka kërkuar nga kolegët që të qëllojnë në drejtim të dritave në mënyrë që të mos janë të ekspozuar para armikut. Këtij urdhëri ju përgjigj menjëherë polici Sadat Dushi. E kam drejtuar armën në dritat që kanë qenë në shtyllë. Dritën e parë e kam thyr me një plumb, ndërsa të dytën me plumbin e dytë. Pastaj kam thyer dritën e dytë, e kisha armën drejtuar në qiell. E kom vrejtur një dritë të kuqe, që ishte lloj fluturake apo dron si thonë. E kom marrë shënjestër, 2-3 rafale të shkurta, por si duket nuk e kam goditur dhe në atë moment zyrtari policor tregoi gjendjen emocionale kur mori vesh lajmin për vdekjen e rreshtirit Afrem Bunjaku. Kur e ka komunikuar Lezi përmes radiolidhjes, kur thot se e humbëm kolegun me keqardhje, aty e kam ndier veten të thyer. Dhe po ashtu kur kemi arritur në spital, kam qenë gjendje të rëndë, por gjithherë me shpresë që rreshteri është gjallë. Aty e ka konfirmuar edhe mjeku dhe kolegët që rreshteri ka ndruar jetë, është vrarë. Unë aty jam thyer për së dyti, prap duke rënë në gjunjë, duke kapur kokën. Në fund zyrtarët policor uruan që të akuzuarit në këtë rast të marrin dënimin e merituar nga Drejtësia e Republikës së Kosovës. Punëtorët e sindikatës së kompanisë pastrimi po vazhdojnë grevën duke u bërë balë edhe temperaturave të larta. Këta kanë thënë se do të vazhdojnë veprimet e tilla deri në momentin kur të plotësohen kërkesat e tyre. Nëse 5 muaj kemi operu pa tyra. Dikon një inkasu, dikon 120.000 €. Vetëm qaq, kemi mujtë me inkasu, sepse komuna ka dalë me thirrje që mos paguën pastrim, paguën këtu. Na pa atë bërgjë, 2.697.000 nuk livritëm për këtë ujtë. Është bërgjë sepse kemi shërby, edhe ato i din, gjitha i din, janë të informum prej ditës parë. Prej ditës parë që kemi orë, para 23 ditit njëjta gjona janë. Vetëm bisedime më thash. Sot është dita 23 që ne jemi në grevë. Qëllimin e grevës tonë e din i mbarë opinioni Kosovës. Qëllimi jonë është gjithmonë i pastër, i dinjitetshëm dhe me kërkesa plotësisht humane dhe të klasës punëtore. Nuk kemi vija politike, nuk kemi prirje partijake, nuk kemi asgjë tjetër përveç kërkesave 100% sindikale dhe të klasës punëtore, të cilat na i ka marrë
kjo. Të nderuar shikues, kaq kishim sa i përket edicionit informativ të orës 15. Shihemi në edicionet e radhës.